Zoti Beti, përshëndetje. Përshëndetje, si ka? Mirë, si jeti, unë jam gazetari Media 60 dhe pas do zhvilloj intervistë. Zoti Beti, zjarret në gotina të reja, fasada që kthehen në rrezik potencial dhe një bum ndërtimesh që nuk ndalen, apo ndërtojnë për të jetuar apo vetëm për të shitur, sa të sigurta janë realisht pallatet e reja në Shqipëri dhe kush mban përgjegjësi kur standardet vijnë në dyshim? Sigurisht Tirana tashmë është një qytet më të Tirana është një kryeqytet, themi është sot jemi mbi Prishtinën, jemi mbi Shkupin, jemi mbi Podgoricën, dhe besoj për disa vite do kemi edhe mbi Beograd, por do kemi faktori qendror në Ballkan. Jetojmë në një kohë të themi që kërkesat të vendos tregu, pra nëse do të kemi kërkesë sigurisht ndërtore, nëse nuk kemi kërkesë, besoj që do të stopojmë ndërtimet. Për sa i përket pjesës së sigurisë, janë institucionet shqiptare, ato që paguajnë taksën shqiptare, që duhet të bëjnë verifikimin e gjithë objekteve, godinave, pallateve, por jo vetëm në Republikën e Shqipërisë. Fasadat që po përdoren sot, a janë zgjedhje estetike apo kompromis për sigurinë? Kam përshtypjen që një pjesë e madhe në dinin time ndërtuesve jo të gjithë prirën drejt shkëlqyera, por besoj se edhe për shkak të anës estetike, por besoj se ata përzgjedhin dhe materiale kualitative. Pastaj duhet parë rast pas rasti specifik pse ndodhin këto gjëra. Para se pallatet përgjithësisht bëhen banuar, ata kalojnë në fazë kolaudimi dhe në fazë shpërfitimi. Kështu që besoj se duhet, nëse nuk është bërë, duhet bëhet një kontroll edhe më i rreptë ndaj të gjithë ndërtuesve në Republikën e Shqipërisë. Sa të rrezikshme janë materialet që përdoren aktualisht në fasada, sidomos në rast zjarri? Ka materiale të cilët kanë lëndë plastike, që kanë lëndë alumini, pra dhe ajo që ne themi pjesë e leçit të durit që është inkorporuar brenda fasadës. Rasti për shembull që pam sfundi që ka qenë nga rasti shqetësuese, pam që ishte një zjarr, pra ka kemi jetime paraprake që do të zbulojnë shkakun e vërtet, por le të themi sipas asaj çka kemi parë, bëjmë re disa fëmijë që mbasi nga paguajtësia nuk kanë bërë për themi një lojë apo diçka të shpejtë që ajo gjëra pas e verifojnë deri në atë pikë. Ndërsa për sa i përket pjesës së elementeve që kanë përbërës brenda, duhet të parë me specialistët të cilët kanë ofsi që ti masin të lëndë nëpërmjet institutit të ndërtimit apo edhe nëpërmjet institucioneve tjera që kanë përmirësuar. Kush kontrollon cilësinë? Shteti, kompania apo askush në fund të ditës? Jo. Mund ta lejmë këtë gjë në dorë të kotë, asnjë kompanie, garantuesi i gjithë cilësisë standardit të shtetit, kryesisht në moment që jepet një leje ndërtimi, më pas janë institucionet dhe inspektoriatet që duhet bëjnë kontrolle rigoroze, pra jo vetëm në fakt ndërmarrë kodin dorëzohet. Ai duhet në bindjen time duhet të jenë kontrolle periodike dhe të vazhdueshme nga gjithë institucionet, nga gjithë inspektoriatet, duhet të filluar nga inspektorati i punës, nga IKMT-ja, pastaj deri tek baza e dytë ose e fundit të themit, që është kolaudimi dhe certifikimi i objektit, pra janë institucione shtetërore, ata të cilët do duhet ta bëjnë këtë gjë. A ka raste kur për të ulur kostot ndërtuesit sakrifikojnë sigurinë? Do isha subjektiv të edhe po edhe jo, mund të ketë prej tyre, unë jam nga ata njerëz të cilët gjithmonë thonë vërtetën atë që mundojnë, që në këtë vend nuk i kemi gjë ndërtuese të ligje, kemi edhe prej tyre që janë të djajnë, thonë. Pra janë jo korrekt në ndërtim, lënë pallate pa përfunduar, lënë cilësi skandaloze ndërtimi dhe kjo sigurisht që derivon në problematika për qytetarët. E thash që mund të ketë edhe mund të ndodhë dhe për shkak të mësimit apo edhe për shkak të abuzimit që një pjesë ndërtuese, e them këto me bindje janë pakicë, fatmirësisht, por gjithsesi janë. Dhe ata që janë pakicë do duhet të mësojnë për sa kohë njerëzit paguajnë për të shtëpi dhe shqiptar, besoj dhe ju e dini siç e dini që nuk janë të vogla dhe kthehen në bashkë me qytetarë, nuk ka arsye pse një qytetar i cili paguan kursimin e jetës tjetër të marrë një kvalitet shërbimi për cilën ka paguar. A është rritur rreziku nga fakti që po ndërtohet shumë shpejt dhe në masë? Nëse respektohen të gjitha standardet, sipas lejeve dhe sipas projekteve, unë besoj që nuk ka asnjë rrezik. Përveç fuqive të mëdha të themi që janë zjarret, zjarret jo të qëndrueshme, zjarret që ndodhin në çfarë që elektrike, për mbytje,
apo edhe tërmet, gjatë pushimeve orë që nuk varen nga njeriu. Pastaj për gjitha gjërat të cilët varen nga njeriu dhe janë problematika, mendoj se duhet të ketë në gjitha rastet pa përjashtim kudo qoftë ai, një hetim të thelluar që gjithmonë ne mos ecim me idenë që iku dhe ky rast po pastaj çdo do bëjë, të dalim gjithmonë keqës përpara, sepse gjithmonë është më mirë të kurojmë, të parandalojmë, ose sa të kurojmë në fund edhe ta kthejmë në kohë. Po. Nëse sot do të ndodhte një zjarr në një pallat të ri, a janë ndërtesa të përgatitura për ta përballur? Jo, investitorët e huaj përgjithsisht ata që janë kualitativ kanë primarën standarde, sepse nëse flasim për në të sepse terreni nuk e kanë kaq të lehtë, por mbas tërmetit 2010 në bindjen time bëri fillim tim ndjesh. Dhe këto e them nga ajo që shkoj për ditën e re. A mundet dhe a ka abuzus, a ka ndërtime jo cilësore, a ka shkelje pa fateve të e, pa diskutim që po vjetë rebës. Që station nga të shumë dhe ka ndërpushim. Përja vërtet shumë të mirë, kualitativ që ndërtojnë rebër të mirë. Si që ka dhe abuzus edhe neglijent në përgjithësi që marrin para qytetarëve. Apo krijon një problem të madh për të ardhmen që mund të shpërthejë pas disa vitesh? Dua për krizën në sektorin imobiliar? Po. Në bindjen time për qenë sinqert, unë nuk e shoh që për sa kohë Shqipëria është në një ekonomi informale të përsim, sa i duhet kemi të dhëna dhe tregues për ta thënë këtë gjë. Dhe mendoj që mund kemi një stagnacion në një pikë të caktuar, por nuk shikoj që të shkojmë drejt një kolapsi, siç mund të ndodhë në shumë vende.